Ndodhem sot në njësinë numër 14 në zonën e Astirit dhe Ysberishtit, aty ku jetojnë afro 70.000 banor. Një komunitet i madh ky që prej vitesh ka nevojë jetike për një shkollë 9 vjeçare dhe për një gjimnaz, por nuk i ka. Nuk i ka jo se mungon nevoja, por sepse qeveria dhe bashkia nuk i konsiderojnë banorët këtu, nuk i shohin ata, nuk i dëgjojnë dhe nuk i përfillin. Sipas dokumentave që do bëj publik, pronari kësaj toke pas meje, bashkë me zhvilluesin në vitin 2019, ja dhuruan Bashkisë të Tiranës plot 10.000 metra katror për ndërtimin e një shkolle 9 vjeçare dhe një gjimnazi. Mosbesimit e bashkia dhe të qeveria ndihet edhe në kontratë. Siç e shikoni, kontrata dhe neni 2 parashikon një kusht, që ky truall mund të përdoret vetëm për shkollë. Sepse pronarët e dinin mirë me kë kishin të bënin, që po të mos ishte ky kusht, ndoshta sot do ishin ngritur themelet e ndonjë kulle tjetër për klientët e zakonshëm të qeverisë. Ja ku janë dokumentat e dhurimit, kontrata notariale, të gjitha të rregullta, të firmosura. Po çfarë ka bërë bashkia në këto 6 vite? Asgjë, zero. Ja ku është trualli bosh. Prej 6 vitesh i lëm pas dore. Asnjë projekt, asnjë punë, asnjë interes. 6 vite. Kur për të ndërtuar një kull për klientët e tyre nuk i duhen më shumë se 6 muaj, po për shkolla nuk gjejnë as kohën as vullnetin, sepse për ta më shumë vlen një marrëveshje me oligarkët, si në rastin e stadiumit Selman Stermasi, se sa nevoja jetike e këtij komuniteti. Më 11 maj, kjo padrejtësi do të marrë fund. Më 11 maj, qytetarët e kësaj zone do të zgjedhin me votë se ku do ngrihen të 2 shkollat e domosdoshme për komunitetin. Partia Demokratike, sapo të marrë ndërtimin e vendit, do të nisë menjëherë ndërtimin e tyre. Pikërisht këtu, në këtë truall të dhuruar me përgjegjësi dhe vizion qytetar, do të ngrihen me urgjencë një shkollë 9 vjeçare dhe një gjimnaz. Fëmijët e kësaj zone kanë të drejtë për të mësuar në kushte dinjitoze dhe kjo e drejtë do të bëhet realitet me votën e qytetarëve më 11 maj. Ju falenderit.